Jemi të punu jashtëzakonisht shumë për me liru trotuaret e para, për me liru parkingjet, me ofru opsione për kemi në këtë fazë jemi të punu edhe me investitor privat, për me ndërtu parkingjet të reja, nën toksore. Pastaj jemi të punu në rregullore në Prishtina parkingot, mbas vendimit të Gjykatës Supreme të vitit kalum, jemi të i marrë parasysh të gjitha paragrafet e këtij vendimit, të gjitha verdiktet që i ka dhe i dhona i vendim, edhe të i plotësu krejt ato, po me plotësimin, ndryshimin e rregullores për menaxhimin e parkingjeve në qytet, besojmë që do të funksionojmë dhe rivlerësojmë çmimet aktuale të parkingut në qytet. Nuk mundem me thonë saktë sa do të jenë çmime, sepse është edhe ajo çështja e dëgjimit publik edhe çështja e argumentimeve dhe kundër argumentimeve. Momentalisht çmimet janë 1 euro në zonën qendër, 50 cent në zonën e dytë. Po ja marrë për digresion, veç po bëj një paralelizëm. Nuk ka parking privat në Prishtinë që e ka nën 2 euro orën. Nuk ka parking privat që e ka nën 2 euro në zonën qendër. Nuk ka parking privat në Prizren që e ka nën 2 euro orën. Më thonë, është pak paradoksale Prishtina me pas zonën qendër 1 euro orën, e qytetet tjera me pas 2 euro orën. Pritet me ushtrejtu, sa do t'jetë niveli shtrejtimit nuk është çështje që mundet me paragjyku tash, është çështje e vlerësimit edhe vlerësimit ekonomik edhe impaktit që ka në jetën shoqërore në qytet. Po ndikimi në trafik, në lëvizje do t'jetë i madh. Sigurisht do t'jetë i madh. Masat tjera mandej që janë masat bllokuese, ndëshkuese, do të rregullohen, do të jenë tilla që nuk i rrezon gjykata kushtetuese. Ne jemi të punu paralelisht edhe në rregulloren për Marimanga, domethënë me rrit cilësinë e shërbimit Marimangave, kështu që shumë shpejt keni me pa edhe shumë ma shumë Marimanga dhe shumë ma shumë vetura të konfiskume brenda qytetit. Kjo domethënë trotuaret lira, domethënë njerëz, qytetarë të këtij qyteti, nana, njerëz me nevoja të veçanta, me pas hapësirë të lëvizjes shumë më të sigurt edhe më të lehtë. Prishtina parkingu nuk mundet me gjobit, gjobat janë, e ka mandatu Gjykata Supreme që gjobat janë vetëm të inspeksionit dhe të policisë, po Prishtina parkingu do t'jetë asistent inspeksionit edhe i policisë edhe me i bloku veturat edhe me i konfisku veturat.